Petku I bardh I Dëborës sa ka filluar të mbeshet qytetit të Gjakovës. Edhe dimri 5 pas luftës, qytetin sërish e gjend të gjymtuar, pa krah, të kputur në shpirtin e secilit qytetar, të dërmuar nga lodhja e pritjes në ankth për afër 500 të kidnapuarit të luftës nga komuna e Gjakovës, ku 124 prej tyre ishin nga vetë qyteti. Grumbuj qytetarësh kanë kapluar sheshin e qytetit në këtë ditë të ftohtë dimri. Nuk janë protestues, siç jemi mësuar t'i shohim shpesh herë nëpër rrugët e qytetit të Gjakovës. As nuk festojnë ndonjë fest, sepse lufta e fundit u amohoi fuqisht e mkremtet nëpër vatrat e tyre. Si sot, shumë herë gjakovarët gjatë gjithë viteve të pas luftës ndjekin rrugët, jo vetëm të qytetit të tyre, por rrugët e mbar Kosovës, duke kërkuar më të dashurit e tyre, të cilët u morën në pragun në shtëpisë. Pritje dhe ankthi pa përshkrueshëm. Dhjetori solli dhëmbje në komunën e Gjakovës. Shpresat për më se 28 familje u fundosën përgjithmonë. Derisa në meje, në lëndinën e lotëve 3 ditë më parë u kthyen 17 kufomat e shumë pritura për të gjallë, pas 3 ditësh arritën edhe 19 të tjerët nga qyteti I Gjakovës. Domi, Lulzim Jaka, Shkëlzen Ajroni, Esad Bicuri, Tahir Sharani, Arben Gexha, Gëzim Luzha, Musa Binakaj, Fadil Berisha, Albert Berisha, Isa Lokaj, janë kufomat e para nga 124 të rëmbyerit e qytetit të Gjakovës. Flamuj në gjysmështiz, Gjakova po rënkon, vaje, dënesi nga shpirti nënave, motrave, të afërmve të tyre, të secilit nga të pranishmit. Nderimet të larta nga strukturat të pushtetit lokal, si dhe qytetarë të shumt nga të gjitha pjesët e Kosovës. Homazhe,
Nderim, lot, por një lloj ngrohtësie prap se prap. U kthyen në tokën nën, u kthyen në mesin e të gjithë këtyre të cilët me vite po i prisnin për të gjallë, duke i kërkuar derë më derë. Sot, shpirti i tyre do të pushojë i qetë në aromën e dheut ku u lindën. Vargjet e qytetarëve të shumt s'kan të ndalur. Secili dëshiron t'u shpreh ngushëllime familjarëve. Secili qytetar mundohet ta ndajë dhëmbjen me ta, pasi që liria pas kaq vitesh se pati asnjë kuptim, me që fati i mbi 3500 të rrëmbyrëve dhe robërve nga Kosova mbeti pa shpjegime të qarta. Prej tyre që nga viti 2001 janë zbuluar në varrezat masive të Serbisë 900 kufoma. Kosovës ju kthyen deri më tash 153. Çka fshihet pas kësaj? Pyesin qytetarët. Vonimi jo human dhe i pa justifikueshëm i kthimit të kufomave është shkelje konventës së Gjenevës, e cila thekson se zhdukjet dhe mbajtja sekrete dëshmive mbi lokacionet ku gjenden pengje të luftës është formë e torturës psiqike ndaj familjeve të tyre. Ky krim ende edhe sot po vazhdon. Motra dhe vëzë. Në vend që të përgatitimi për festat e Krishtlindjen dhe ndërimin e mëtmotëve, neve goditimi me lajme mërtore, me zemrat të thyra e fytyrat të zymta, me lot në sy e buzëqeshje të ngridha. Kur e gjithë botë udhëton për të ruar, neve sot 4 vite udhëtojmë dhe bashkohemi për të ngushëlluar. Për të ngushëlluar ato sofra ku mungojnë me dashit të tyre. Po shtëpish, jeta kështu paska. Jeta e shqiptarëve ishte e tillë në përshekuj. Mbi ne janë ushtruar të gjitha arsenalet të kurse, përndjekse dhe çfarosëse. Disa dekada të këtyre planeve përbindëse i përjetuam edhe ne. Dhe shumica prej tyre Holokausti i dytë në historinë e njerëzimit e dëshmuam edhe ne. I tërë populli shqiptar, e tërë Kosova, motra dhe vëllezër. Nuk e kemi menduar që vratin e gjëtar, oazën e qetësisë dhe të paqes, ta shndrojmë në qendër memoriale. Këtë nuk e deshëm ne. Këtë e bën të tjerët, e bën për të na larguar nga qavrati. Pikën mbrojtuese dhe strategjike të militarizmit dhe paramilitarëve serb. E bën që ta lëshojmë Gjakovën, e bën që ta lëshojmë Kosovën. Prandaj, po shoni të qetë në oazën e qetësisë, se omazhet tona ndaj jush kur nuk do të pushojnë. Tragedia e Mejës dhe e Qabratit, me zërat e saj trishtuas, duhet të depërtojnë në të gjitha instancat më të larta politike dhe ushtarake të botës së shtetëruar. Duhet rritet në ndërgjegja e qendrave të vendosjes, që me presionin dhe zërin e tyre të fuqishëm të shndrisin fatin e mirë shqiptarëve që sot po mban peng një politike serbe. E ju martirë të ndjerë, fleni të qetë, samaneti i juaj për lirin dhe pavarësinë e Kosovës së shpejti do t'jetë realitet. Qofti përjetshëm kujtimi mbi ju, paçi dritë në rrugën e gjatë të përjetësisë. Lavdi dëshmorë dhe martive të kombit. Nesret e Kumnova është nën e djalit të vetëm të rrëmbyer gjatë luftës.
ka bredh derë me derë në për të gjitha dyert të Kosovës, madje edhe deri në Amerikën e Largët për të ndriçuar fati i të kidnapuarve. Familjar të respektuar, po bëhen gati 5 vite që ne predhem rrugëve duke kërkuar të dim se çka ndodhu me djemt tanë. Trokitën dyerve të komunes, dyerve të Kosovës, dyerve të Evropës dhe deri në Amerikën e Largët. Kërkuam të paktën nga një informacion dhe gjithnjë e lam shpresën e hapur se dikush duhet të jetë gjallë. Kur nuk folëm për lodhjen, por nuk na u hapën të gjitha dyert ashtu siç duhet të bëjë për të pambrojturit. Koha ecën bashkë me të ftohtit e dimrit dhe zemrat e coptuara të familjarëve presin 1 minutë heshtje para fillimit të marshimit drejt Çabratit, ku edhe do të bëhet rivarrimi i tyre. Bardhjen e funeraleve të tyre deri tek Varrezat e bëjnë trupat mbrojtëse të Kosovës. Parakalojnë qytetin mira e mira qytetarë, të cilët bashkangjiten kolonës së pafund drejt Varrezave. Në mesin e tyre u gjend edhe ish i burgosuri politik Albin Kurti, si dhe shumë qytetarë të tjerë nga të gjitha viset të Kosovës. Fortuna dhe acari kësaj dite ishte i papërshkrueshëm. Çabrati po i pret bilbilat, të cilët u rritën nëpër këto kodrina. Këtu në kodrën e Çabratit, Yll ka domi sa herë ka thurë vagjet e bukura për rritën dhe krenarinë e saj për jetën, rinin, shokët dhe lirinë e pagëzuar. Ajo sot po nderohet me vargun më të gjatë të Krushqeve, të cilët e përcollën të përlotur për ta rivarrosur në tokën atërore, ku tokës i vije era tokë. Esat Bicuri, këngëtari mirënjohur dhe i dashur për shumë adhurues të këngës së bukur kosovare, u rrit sa vite bashkë me zërin e bukur të Pelbilit të Çabratit. I këndoi me vite kësaj pjese të bukur të mburrjes dhe krenarisë së qytetit.
Sot, sikur kjo kodër po lëshon xhamët e saja, por rënkon, sepse asnjëherë më parë s'pa të ndruar se do t'i varros bilbilat e vet këtu. Sido që të jetë, kjo tokë është tokë e bekuar për martirët e Gjakovës, dhe këtu do të jenë më të qetë në përjetësi, u qoftë i letë dheu i qabratit të krenaris, dheu i tokës nën Kosovës.